qëndro. Po, të dëgjoj, Osman, më dëgjon ti? Atëherë nëse më dëgjon, po patjetër. Atëherë policia sapo ka hedhur gaz lotësielës dhe është bashkë me makinën me presion të ujit për të shpërndar protestuesit pas disa molotove, 10 molotove të cilët janë hedhur në drejtim të kryeministrisë edhe në drejtim të policisë së shtetit. Do më duhet vetëm pak sekonda për të larguar, duke qenë se policia e shtetit është duke hedhur tashmë gaz lotësielës në sasi të konsiderueshme në drejtim të protestuesve, duke qenë se sapo u bë thirrje për t'ju drejtuar kuvendit të Shqipërisë me njëherë policia e shtetit hodhi gaz lotësielës dhe vetë kreu i Partisë Demokratike vetëm për pak momente më herët u largua me makinë, ishte disi e vështirë dhe largimi i tij, duke qenë se po hidhej gaz lotësielës, por edhe makina pra që hedh ujë. E ndoqëm, tani edhe zoti Berisha drejtohet te kuvendi Osman apo në Seli? Do të shikojmë se ku do drejtohet, duke qenë se plani ishte që zoti Berisha përmes bulevardit të largohej pra drejt dhe të shkonte bashkë me protestuesit në drejtim të kuvendit të Shqipërisë, por do të shikojmë nëse ky plan i demokratëve do të vijojë apo protesta është e shpërndar, nuk e kemi ende të qartë. Osman, të lutem largohu sepse e shoh që je në vështirësi për të folur, shpërndar gaz lotësielës aty, kështu që mund të të bëj keq përshëndetin dhe të pamundsoj raportimin. Mirë, teksa i lëm pak kohë Osmanit që të gjej një